Tirana sot është në qendër të vëmendjes evropiane. Lider nga 47 vend janë mbledhur në samitin e Komunitetit Politik Evropian. Mesazhi i këtij takimi, Evropa e re në një botë të re. Çfarë përfiton rajoni nga ky samit? A ka një rol të qartë për Kosovën në këtë platformë politike? Këtë e diskutojmë në panelin e studio dhe lidhje direkte. Por fillimisht e nisim Bedri Elezi sa po është bashkangjitur këtu. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Faleminderit. Ndërkohë ne çojmë linjën e Tiranë Kroni atje ku do të lidhemi me gazetarin Besnik Tahiri. Po. Besnik, përshëndetje. Mirë se erdhën Kosova Today. Atëherë, a mund na tregosh se cilat janë detajet e fundit të samitit të cilat aktualisht janë duke ndodhur në Tiranë? Po detajet e fundit janë mjaft interesante, kjo për faktin se kryeministri Edi Rama si një koqir i samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian nismë kjo e nisur qysh në vitin 2022, disa muaj pas pushtimit ushtarak që Rusia ja bëri Ukrainës. Në fund fare, para një 30 minutave, ka hyrë në samitin që pëmbahet në operën, në salën e operës dhe baletit këtu në qendër të Tiranës, në sheshin Skënderbej. Ka hyrë me babajën e kësaj nisme, pra presidentin e Francës Emmanuel Macron, kanë qenë të buzëqeshur kryeministri Rama dhe presidenti Macron, përderisa tash pas hyrjes së tyre është mbajtur do thotë edhe sesioni i parë që ka të bëjë me ato temat për të cilat është mbledhur edhe ky summit, pra i 6 me radhë qysh nga themelimi, dhe kjo ka të bëjë me sigurinë dhe me mbrojtjen evropiane, për shkak se edhe kjo është edhe ideja pse presidenti Macron bashkë me liderët tjerë evropian kanë krijuar Komunitetin Politik Evropian dhe siç e kam theksuar gjatë gjithë lidhjeve tjera, kjo është pjesëmarrja më e madhe, momentalisht është ngjarja më e madhe politike në kontinentin evropian, dhe nëse nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket muajve që vijnë, do thotë nuk do të kemi fare, nuk do të ketë një summit tjetër i cili do të amposhtë rëndësinë dhe pjesëmarrjen aq të madhe të liderëve evropian. Flasim këtu për kancelarin e Gjermanisë Friedrich Merz, pastaj presidentin e Francës Emmanuel Macron, presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, pastaj edhe liderët e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, siç janë presidentja Bart Stupla këtu po më shërben me çadër për shkak se faleminderit Bardh, për shkak se këtu në Shqipëri 2 ditë të bereqeqme po shihen dhe dje dhe sot kohë pas kohë po bie shi i madh, ndonse po ndërprehet kohë pas kohë për të na dhënë hapësirë mbase për të lëvizur pak. E shohim që ka një interesim të jashtëzakonshëm të mediave nga Shqipëria, nga Kosova, siç është klanë Kosova, po ashtu edhe nga bota, për shkak se nga këtu po raportojnë edhe televizionet dhe mediat më të mëdha botërore, për vetë faktin se po marrin pjesë liderët evropian dhe ata botëror, siç është kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer, pastaj edhe liderët e tjerë përmenda do thotë edhe Volodymyr Zelensky, ndërkaq Kosovën po e përfaqëson presidenti Vjosa Osmani dhe po ashtu Serbinë presidenti Aleksandar Vučić. E qartë Besnik, në fakt shiu urojmë të sjellë bereqet edhe për Kosovën dhe mbase të lëbohet drejtheqjes së sanksioneve, pra që Bashkimi Evropian ka vënë për Kosovën, kishte shi kur Edi Rama i ul në gjuhën Melonit? Në fakt nuk kishte të reshura si momentalisht që kemi, kishte pak të reshura të vogla, mirë po pritej një shfaqje e tillë e kryeministrit Rama, i cili ka thënë se me kryeministrën e Italisë Giorgia Meloni ka një raport shumë të veçantë. Italia dhe Shqipëria kanë raporte, një aleancë historike, mirë po tash këto raporte mes Tiranës dhe Romës vetëm janë trashur. Kjo për faktin se Giorgia Meloni kur e uroi kryeministrin Rama përfitore mbince në zgjedhjet e 11 majit i u drejtua atij me vllau im, ndërkaq kryeministri Rama gjatë gjithë kohës i drejtohet motra ime, do thotë kryeministres Meloni. Raportet mes Italisë dhe Shqipërisë janë shumë të veçanta, prandaj ndodhe edhe ai gjunjëzim i cili u bë edhe lajm botror, për shkak se shumë gazetarë të cilët nuk e njohin mirë edhe karakterin e kryeministrit Rama ishin pak të befasuar, mirë po ne që e përcjellim shpesh, ju kemi thënë se nuk është e veçantë edhe veshja e tij me patikat që ishin me yllin që simbolizon samitin e sotshëm dhe po ashtu ishin në ngjyrë të bardhë, për shkak se të mbaturat e
kryeministrit Rama ishim bërë para 3 viteve teme edhe në samitin e Berlinit, për shkak se ai kishte të ashtu quajturat patika të cilat quhen Afrika. Prandaj edhe kjo situacia nuk ishte fort e veçantë, ishte për pjesën tjetër, mirë po jo për neve që e përcjellim gjatë gjithë kohës. Ka diçka e cila është jashtëzakonisht interesante dhe pritet me interes të në Kosovë. Keni arritur të kuptoni nëse ka pasur ndonjë bisedë në mes të presidentës tonë dhe presidentit të Serbisë brenda këtij takimit, apo madje edhe ndonjë takim mes tyre i cili nuk është raportuar në media? Takim me syre nuk do të ketë, për shkak se presidenti Vjosa Osmani kur u deklarua para më shumë se një ore tha se nuk do të ketë takim, nuk do të atakoj Vučićin dhe se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë sipas presidentës zhvillohet në Bruksel, jo në Tiranë, as më pak në kuadër të këtyre samiteve. Ata kanë qenë në një hapësirë dje mbrëmë kur presidenti i Këshillit të BE-s Antonio Costa ka shtruar një darkë jo formale bashkë me udhëhecit tjerë të BE-s, po ashtu edhe udhëhecit e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, dhe presidenti Osmani tha se nuk do të ketë takim me Vučićin, madje ajo tha se Vučići nuk është as në listën e saj të mysafirëve, për shkak se Vjosa Osmani bashkë me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković do ta udhëheqin një sesion që flet për imigrimin ilegal dhe po ashtu sigurinë në kuadër të samitit pra të komunitetit politik evropian. Ndërkaq shkurtazi i kam thënë zotrit Vučić nëse ka dëshirë të flasë për mediat e Republikës së Kosovës, ai e kishte një ftyrë të ngrysur dhe vetëm u kthye dhe më shikoj shkurtazi dhe vazhdoj në drejtim të sallës ku po bëhet edhe takimi. Kur jemi të deklarimet e Vučićit, ai në fakt gjatë ditës së djeshme kishte thënë se natyrisht siç dhe ai taktroje të viktimizohet se çështja e sigurisë së tij mund të jetë problem në Tiranë. Cila është mbase struktura dhe formacioni i sigurisë që po ofrohet që Vučićit për liderëve të tjerë, se dim se sot atje ka arritur edhe Zelenski? Është e jashtëzakonshme, do thotë, ndërmarrja e logjistikës që ka marrë protokolli i shtetit shqiptar dhe po ashtu policia e shtetit shqiptar. Shumica e rrugëve në qendër të Tiranës janë të bllokuara për gati 24 orë. Në këtë hapësirë këtu në sheshin Skënderbeu dhe në shumë rrugë tjera që janë këtu në qendër të Tiranës, është njoftuar publiku qysh vjes që nëse ka çerdhe do të mbyllen, do thotë shkollat do të mbyllen po ashtu në këtë perimetrin e lartë të sigurisë. Prandaj është një nga ndërmarrjet më të mëdha të sigurisë, për shkak se me qindra efektiv të policisë shqiptare dhe forcat speciale janë angazhuar për mbarvajtjen e këtij takimi, e këtij samiti, për shkak se Tirana ka një përvojë me organizimin e këtyre samiteve, siç ishte ai i Brukselit, do thotë procesit të Berlinit dhe po ashtu samitit që kishim para 2 viteve mes Ballkanit Perëndimor, Bashkimit Evropian dhe Ukrainës, ku po ashtu ishte presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski. Ndërkaq sa i përket sigurisë personale për secilin nga liderët janë të angazhuar forcat të theksuara dhe speciale, do thotë secili e ka për detyrë që të angazhohet për sigurinë edhe të Vučićit, edhe të Vjosa Osmanit, por mos harrojmë që këtu kemi të niveleve dhe më të larta, siç është kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz, i cili e ka edhe një nga vizitat premier që kur është bërë kryeministër i Bundesrepublikës do thotë para 2 javë, ndërkaq këtu është edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe më e rëndësishme është edhe presidenti i Britanisë së Madhe, në fakt kryeministri Keir Starmer, pra flasim për një rol të jashtëzakonshëm të britanikëve që po e marrin në Ballkanin Perëndimor dhe po ashtu në Bashkim Evropian dhe komplet në kontinentin evropian. Ndonë se Britania e Madhe para shumë viteve mes procesit të Brexitit i ka thënë lam të mirë Bashkimit Evropian, mirë po kjo është platforma e cila është mjaft e rëndësishme, sidomos për sigurinë dhe për mbrojtjen evropiane, marrë parasysh luftën e paprovokuar, agresionin e paprovokuar në ndaj Ukrainës që po bëhet nga Rusia e Vladimir Putinit. Dhe duke marrë parasysh pikërisht këto që thatë, por edhe bisedën e fundit, në fakt vizitën e fundit të Vučić atje, kishte ndonjë distancim të liderëve botëror, marrë shkas apo bazë vizitën e Vučićit në Moskë? Sepse për ta plotësuar, Vučić vetë tha se nuk do ta kemi të lehtë pas vizitës sime në Moskë. A mos ka marrë ndonjë porosi atje që dha këtë deklarim?
Po me patjetër ka marrë porosi për shkak se Vučići e takoi pas vizitës që e kishte në Moskë javën do thot në fillim të kësaj jave e kishte në Beograd presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, i po ashtu tha se nuk është vlerë evropiane që t'ja shtrish dorën një diktatori dhe një personi i cili po kryen gjenocid siç është Rusia ndaj Ukrainës. Vučići i din këto shumë mirë po jasë që duket se ai edhe një tentim tjetër i lojës së tij politike që të paktën t'i zbut reagimet që vijnë nga liderët e mëdhenj. Përmenda kancelarin Friedrich Merz, presidentin e Francës Emmanuel Macron, për shkak se ata me patjetër në sesionin e dytë kur do të ketë takime bilaterale do t'ia thonë në sy kritikat e tyre të ashpra që i kanë sa i përket vizitës së Vučićit, ndonse thirrja ishte nga Brukseli zyrtar që të mos shkohet nëse një vend aspiron që të antarësohet në Bashkimin Evropian, ai asnjësi nuk shkon me 9 maj në sheshin e Kuq në Moskë për të qenë pjesë e paradës ushtarake të organizuar nga Vladimir Putini. Ndërkaq këtu ishte edhe ai pjesëmarrësi i dytë tjetër kryeministri i Slovakisë Robert Fico, ndaj të cilit u vrejt një distancë shumë e madhe sidomos e mediave ndërkombëtare, për shkak se nuk është që ishte dikush i interesuar për ta bërë ndonjë pyetje ndaj Robert Ficos, ndërkaq kishte shumë interes për liderët tjerë. Duhet të theksohet që edhe për presidentin e Kosovës kishte interesim të jashtëzakonshëm për të marrë qëndrimet e saj, për shkak se ajo tha që Bashkimi Evropian për ta ruajtur integritetin e tij politik duhet menjëherë që Kosovës t'i hesh masat ndëshkuese. Ndërkaq kur flasim për Kosovën dhe për Serbinë, është shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas, e cila ka konfirmuar një raportim temin të mbrëmshëm dhe tha se javën që vije do të vije në vizitë së pari në Kosovë, pastaj edhe në Serbi për të paraqitur planin e saj se si të shkohet përpara me bisedimet për normalizimin e raporteve kosovaro-serbe. Ndërkaq në këto momente duke ditur që kjo mbetet sesioni i parë, është kryer sesioni i parë do thotë i samitit dhe tash liderët e 47 shteteve, po ashtu edhe institucioneve evropiane dhe të Bashkimit Evropian po e bëjnë fotografinë e përbashkët. Por, Besi, para se ta bojnë këtë fotografinë e përbashkët, normalisht na intereson edhe një detaj, duke ditur sa aty kishim 27 lider të ndryshëm. U vrejnë ndonjëri që kishte ndonjë lloj avokimi për takimin në mes të Vučić dhe Osmani në Tiranë, duke qenë se ajo mbetet një nga pikat më të diskutuara në Evropë. Po, absolutisht. Kishte, në fakt, kësaj radhe nuk mund të themi se ka pasur ndonjë avokim, për shkak se zonja Kallas tha se ajo do të shkon edhe në Kosovë dhe në Serbi për të biseduar, ndërkaq presidenti tha se bisedimet, këtë çka ka për të folur me zonjën Kallas do t'i flet sot këtu në Tiranë, për shkak se javën që vije, presidenti është në një vizitë jashtë shtetit, më duket se do të jetë në Zvicër, prandaj ka qelluar që koha kur zonja Kallas ka ardhur do të vije në Kosovë dhe në Serbi, presidenti do të jetë jashtë shtetit dhe bisedimet do të bëhen këtu në Tiranë mes saj dhe shefës së diplomacisë evropiane. Nuk ka ndonjë element të theksuar të avokimit për të arritur një takim të paktën të shkurtër mes presidentes Osmani dhe kryetarit të Serbisë Vučić, ndonse historikisht mbahet mend që komuniteti politik evropian njihet në margjinat e tij që kryeministri, në fakt ish kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, pikërisht në kuadër në margjinat e këtij takimi kur që ishte mbajtur në Moldavi në 2023, kishin arritur që të ulin në një tavolin presidentën e Kosovës dhe presidentin e Serbisë, por kësaj radhe duket se do t'jetë kjo e vështirë, për vetë faktin se zonja Osmani ishte e qartë se nuk planifikon dhe nuk mendon që do t'ketë një takim me presidentin serb. Mirë, në fakt shohim se natyrisht kushtet e punës rëndohen për ju që jeni natyrisht në teren, por me gjitha të naturisht përgzimet tona për që të punën që bëni Besnik bashkë me operatorin tënd. Agenda tutje, çka thot?
Tash do t'jenë disa sesione, do të thotë pas fotografisë përbashkët, do t'jetë sesioni i takimeve bilaterale, do të thotë këtu kemi mundësi për të parë se kush me këtë të takohet. Presidentja Kosovës tha se do të takoj kancelarin e Austrisë, po ashtu do të ketë takime edhe të tjera. Është sesioni shumë interesant që do të mbahet e organizon pra e udhëheq Kosova dhe Kroacia, ku u bë e ditur se as në listë nuk mendohet që të jetë si i ftuar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ndërkaq që do të kemi edhe sesione tjera në gjatë mbrëmjes, të cilat do të flasin kryesisht për çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes së Bashkimit Evropian dhe të Evropës kontinentale, pra të kontinentit në përgjithësi, ndërkaq në mbrëmje, në 7 të mbrëmjes është paraparë konferenca përmbyllëse e kryeministrit Rama bashkë me kryeministren e Danimarkës Mette Frederiksen. Kjo për faktin se Danimarka në vjesht pas disa muajve organizon takimin e dytë me radhë për si vjetë të komunitetit politik evropian dhe që është i shtati që kur kjo nismë është themeluar në 2022 dhe ky summit pra do të mbahet në Kopenhag. Besnik, faleminderit shumë për këtë raportim, nëse keni edhe ndonjë detaj tjetër, ajo që ju nuk pat në fakte, ne pam ke fakti se si ishin renditur liderët dhe ishte një detaj shumë interesant në rreshtin e parë, Edi Rama duke i shumë i madh dhe një 2 apo 3 liderë mbrapa ati nuk e di nëse ka ndonjë fotografi, por gjithsesi do t'i shohim detajet edhe të kësaj fotografie. Nëse nuk kemi shtu diçka Besnik, ne të mirëpresim për detajet tjera në bloqet e ardhshme të emisionit Kosova Today, sot gjithashtu edhe në të gjitha edicionet e Klan Kosovës. Me patjetër, do ta ketë vështirë ata që kanë qenë prapa kryeministrit Rama, një person do thot një politikan kaq shtatgjatë bashkë me presidentin e Serbisë, duket se në këtë tubim të madh janë më të gjatit, pashtu edhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ndërkaq më të vëzhgjit janë kështu trup shkurtër, është ja e shohim atje duke ngritur dorë dhe na përshëndet presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ndërkaq tash liderët do të kenë një e shohim aty edhe presidentin e Francës Emmanuel Macron, i cili i përshëndet mediat shkurtaze dhe pastaj do ta kenë një pauzë të shkurtër dhe për të nisur me sesione tjera të cilat tashmë janë të parapara me planin e punës së komunitetit politik evropian, më saktësisht summitit numër 6. Qartë. Besnik, të faleminderit shumë për të raportim të drejt për drejt. Natyrisht do të jemi në kontakt për zhvillimet më të reja në Tiranë, pra duket siç po e shohim edhe tu pam shumicën e liderëve të cilët janë pjesëmarrës për shkak të natyrisht të këtij transmetimi live, por kronikat më zgjeruara i sjell Besniku drejt për së drejti nga atje. Faleminderit si gjithmonë për raportime kaq të detajuara Besnik Tahirit. Ndërkohë kemi hapur një sondazh për njerëzit që na shohin në YouTube, e që në fakt janë të shumt. A do duhet të anulojë vizita e Vučić në Tiranë, do të thotë pas vizitës që kishte në Moskë. Pra pjesëmarrja Vučićit këtu, a do duhet të anulohet nga evropianët, me që edhe ashtu ja kishin kushtëzuar që ai të mos shkonte në Moskë, doli kundër vendimit të tyre, shkoi në Moskë dhe si do duhet të ishte sjellja evropiane. Pra po se jo janë alternativat në këtë sondazh, poshtë ekranit keni QR kodin dhe ju presim që të na votoni. Me që nuk ishte injorim evropian presidenti Vučić, ai e pati një injorim nga presidenti i Kosovës, tani kjo do të jetë pyetja e parë, zotri Elezi, a do duhet Vjosa Osmani të takojë dhe të bisedonte me zotri Vučić në këtë takim, në këtë summit? Në fakt, gjithmonë gjëra duhet të shtrohen prej nevojës që Kosova ka, edhe në çështjen e dimensionimit të komunikimit me përfaqësues të vendeve, përfshirë ato të cilat nuk e kanë njoft Kosovën në rastin konkret edhe vetë presidentin e Serbisë. Mendoj që ndoshta për një takim eventual duhet të konsultohej apo edhe të koordinohej edhe me faktorë të tjerë transition, të cilët realisht Po të gjithë janë aty, zotri Eleza. Po pikërisht, për shkak se janë të gjithë aty, nëse do të kishte një inkurajim, një mbështetje apo një ide nga përfaqësues vendeve miqë të Kosovës, të cilët realisht do ta kishin analizuar bashkë me presidentin nevojën e takimit, pse jo? A pritet të ndodhë një gjë e tillë? Nuk kam informacione që pritet të ndodhë një gjë e tillë. Jam i bindur që nëse do të ketë një kërkesë konkrete prej kryeministrave të mendikim që janë në atë vend. Por ka pasur një kursim nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila në fakt thotë se përpara dialogu duhet të hiqen masat BE-PD
dëmton kredibilitetin e saj. Pra një kurzim nga vetë Osmani se nuk kthehet në dialog pa u hequr masat e BE-s ndaj Kosovës. Kërkesë e drejtë e Presidentes Republikës Kosovës sa i përket çështjes së desanksionimit të Republikës Kosovës, por në fakt një gjë duhet ta kemi parasysh. Nuk mjafton vetëm të bëjmë kërkesa publike dhe drejtojmë opinionit përmes medias me kërkesa të tilla. Duhet bëjmë veprime konkrete. Ju e dini që Kosova ka pas disa kërkesa konkrete prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, Bashkimit Evropian për të desanksionuar Kosovën. Ju e dini për shembull që ditëve të fundit, madje këto ditë, 2-3 ditë e fundit, kemi një problem prap serioz sa i përket bashkëpunimit të institucionit të Republikës Kosovës me Kosovën. Dhe prap ka një reagim nga Bashkimi Evropian për gjitha operacionet që bën e veri për mbylljen e institucioneve të strukturave paralele. Në vend se të zbatojmë kërkesat të cilat kanë ardhur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për desanksionimin e Republikës Kosovës, ne kemi bërë veprime për të vazhduar sanksionet e Kosovës. Mos të harroni diçka. Po, dhe tani zotëri Elizi na intereson ashtu. Ne një gjë dihet, ne nuk mund ta humbim përkrajen nga ndërkombëtarët. Por na intereson në këtë moment se pse po pengohet apo është një plan tjetër ai rreth sovranitetit të Kosovës, pikërisht duke u nisur nga këto reagime tyre po EPS. Unë jam shumë i bindur që... Sepse në një anë po shtrihet sovraniteti në koordinim me marrëveshjet e kryera paraprakisht, ndërsa në anën tjetër po kemi reagime nga partnerët tonë. Ka qenë ambasada e Francës me sankcie, cila në fakt thot Kosova po dërgon sinjale negative të partnerët e saj, dhe kjo ka ndodhur pas mbylljes zyrave paralele të Serbisë. Por nga protokolli i komunikimit të përfaqësuesve të shteteve përmes ambasadave në vendet siç është Kosova, nuk duhet ketë një komunikim ndryshe dhe një veprim ndryshe. Unë jam i bindur këtë që ka thonë ambasada franceze dhe ambasadori francez, është thjesht një deklaratë zyrtare dhe një qendrim i Bashkimit Evropian dhe vetë Francës. Luzim Veli është bashkangjitur në këtë panel ftuar, ish mirë se vjen Luzim, faleminderit që jemi ne. Në fakt ne shohim një protagonizëm shumë të rëndësishëm të Edi Ramës, i cili në fakt e bën Tiranën një koqer të këtij samiti kaq të rëndësishëm të Bashkimit Evropian. Në anën tjetër Kosova me kokëforcinë e saj merr vrejtje nga partnerët, sepse siç edhe mori sanksionet nga BE, sot dhe dje prap kemi thirrje nga komuniteti ndërkombëtar, të cilët thonë se nuk duhet Kosova të vazhdojë të punojë anshëm. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Këtu kemi të bëjmë me një summit shumë të rëndësishëm që mbahet për herë të parë jashtë vendeve të Bashkimit Evropian dhe pikërisht është Tirana ajo që e mirëpret këtë takim dhe shumë të qartë bëri edhe kryeministri Rama se të gjithë liderët e Evropës, pra jo vetëm Bashkimit Evropian që janë 25 vende, por edhe 22 të tjera që janë 47 do vinë dhe do të përullën para bustit të herojit tonë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Unë mendoj se kjo është një datë historike për Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët. Ndërsa sa i përket çështjes së Kosovës dhe kryenetësisë së saj në politikë, tash 2-3 vitet e fundit, e kemi psuar edhe me sanksione që do të jetë shumë e vështirë për t'i larguar për shkak se ne po harrojmë se pjesë e Bashkimit Evropian janë edhe disa vende që jo dashamirëse të Kosovës dhe ato nuk vendosin shumë lehtë për të larguar sanksionet edhe në qoftë se të gjitha vendet e tjera pajtohen për një gjë të tillë. Pra është dashur të mendohen gjërat më herët, është dashur të punohet në bashkëpunim dhe në një bashkëpunim të mirë i cili nuk do të sjellte Kosovës sanksione. Ja që tani jemi në sanksione dhe po i lusim ata që tani të hiqin sanksionet, edhe pse unë jam më së bindur edhe i sigurt se Kosova ka bërë disa hapa në drejtim dhe ka bërë përmirësime, mirë po her pas here merr vendime që kryekuput janë vendime populiste për vota dhe për elektorat, se siç po shihet pra do të kemi edhe mbajtje të zgjedhjeve, përsëritje të zgjedhjeve dhe këto gjëra sikur ju nevojitën pra. Se do të ketë përsëritje të zgjedhjeve. Po sipas gjitha gjasave, sipas gjitha asaj rrjedhoje që po shihet, nuk politikanët tanë nuk janë në gjendje të gjejnë rrugën e zgjedhjes pa shkuar në zgjedhje dhe njëra duhet të ndodhë, ose duhet kemi një koalicion, ose duhet kemi zgjedhje të reja. Kosova nuk duhet të mbetet peng i kryenetësisë liderëve tanë politikë. E qartë, zotëri Elizi, do doja të ndalem edhe njerë të tema e takimit. E cekëm paraprakisht edhe arsyetimin e presidentës së Kosovës për të mos hyrë në dialog. Por një takim në këtë summit nuk do të thoshte dialog me Serbinë. Pra si shikoni
këtë çështjen, pra mundësinë eventuale që të takohen dy presidentë. A do të ishte një hap i para drejt dialogut, apo do të maksante mbrapa kjo punë, apo do t'i bëj presion presidentës pastaj pse u takua me Vučićin atje? Unë kujtoj që Presidenti i Republikës Kosovës ka kompetencë juridike, ka të drejtën e angazhimeve edhe në çështje të takimeve të tilla siç është presidenti i Serbisë. Kosova dhe populli i Kosovës ka dëshmuar dhe duhet të dëshmojë që gjitha problemet i zgjidhen përmes rrugëve dialogut. Nuk kemi popull i cili dëshirojmë që problemet i zgjidhen përmes mjeteve të dhunës, por përmes dialogut. Nëse është e nevojshme, Presidenti i Republikës Kosovës duhet takoj edhe presidentin e Serbisë, ti tregoj qartazi edhe njëherë nga afër se Kosova është një vend i pavarur, i cili po evolon me demokraci dhe zhvillim duke i mbështet komunitetet pavarësisht janë serbe, jo serbe. Pra është dashur të takoj. Duhet që ti a thot në sy të gjitha ato, në mënyrë që në referencën ndërkombëtare të kuptohet që ne nuk i shmangemi dialogut, nuk i shmangemi diskutimit, madje jemi pikërisht të fokusuar dhe të angazhuar që problemet të i bëjmë përmes diskutimeve. Neve jemi të vetëdijshëm që shumë çështje janë bërë jo në drejt Kosovës, siç e patëm edhe çështjen e sanksioneve, kërkesa për desanksionim, siç thash, ishte një kërkesë e drejtë, por nuk jemi në pozitë të Pikërisht të desha ata. A jemi në pozitë që të mbyllemi hermetikisht në vete? Dy çështje nuk jemi në pozitë dhe para të mbyllemi, dhe e dyta të qortojmë të tjerët se çfarë po bëjnë me neve. Ne jemi në pozicion që duhet të lutemi partnerëve të cilët e kanë mbështet lirinë e Kosovës, të cilët e kanë mbështet pavarësinë e Kosovës, mos të harrojmë një fakt, se pa mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanisë Madhe dhe Bashkimit Evropian, ne nuk do të ishim sot ku jemi, duke filluar nga përfundimi i luftës, shpallja e pavarësisë dhe avancimi drejt njojeve nga vendet ndryshme të Shtetit të Kosovës. Absolutisht po, me të drejtë thoni kështu, po dua të kthehemi edhe në aspektin e sigurisë, sepse sot kur Vučić pra merr këtë jonë e madhe nga Bashkimi Evropian, anën tjetër ka trazuar në fakt veriun e Kosovës duke sulmuar, duke bërë një sulm me ambicie territoriale këtu, pra Banjska, zero llogaridhënie qoftë përballë Bashkimit Evropian, qoftë përballë mbase organeve të drejtësisë që i kërkon Kosova, dhe në anën tjetër ai shkon në Tiranë, viktimizohet, thotë se mund të ballafaqohet me një sulm. Sa rrezikshme është kjo, zoti Elezi, sepse po vënë lajthitje edhe shteti Nikoqir, që është në fakt Shqipëria, e që për fat të mirë po shtrihen në mënyrë të sigurt hapat e saj drejt Bashkimit Evropian, integrimit natyrisht. Ne dy gjëra duhet të kemi parasysh. E para, ne do të punojmë fuqishëm që të dekonspirojmë presidentin e Serbisë, mënyra se si flet, mënyra se si aktron, dhe këtë vetëm përmes punës. Si për shembull, duke pasqyruar raporte të sakta, koncize, raporte të bazuara në prova dhe argumente të integrimit plot qytetarëve nga komunitetet tjera përfshirë dhe atë serb, duke ofru raporte të detajuara, madje të përfshirë në ato raporte edhe mekanizma ndërkombëtar në Kosovë, se veprimet që janë bënë në Verit Mitrovicës janë veprimet që kanë sjellë siguri. Deri kush ka në fakt ky tolerim? Unë kujtoj që faktori ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe Bashkimi Evropian janë të bindur se kush është Vučić. Madje shkuarja e tij e fundit në Moskë e ka qartësu realisht pozicionimin dhe e ka heq Moskën. Putin kërkoi nga Vučić të hiqet Moska në mënyrë që të mbetet i Moskës dhe jo në dy porta, dhe tani dhe të përcaktohet, se dhe besniku në ata që në fakt ka një prezencë të shuar edhe të përfaqësuesve nga Bashkimi Evropian, nga Britania e Madhe, pra është edhe vetë në këtë rast edhe kryeministri i pranishëm aty, gjithashtu shohim një interesim më të madh të Britanisë së Madhe sa i përket stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Britanestët gjithashtu kanë hetuar sulmin e Banjskës. Është sinjal i mirë kjo për Kosovën që po merr në dorë Britania e Madhe sigurinë këtu. Duhet të kemi parasysh një fakt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më shumë të fokusuara në çështje të mëdha, siç është çështja me lindjen e mesme, lufta tash në mes Pakistanit dhe Indisë, problemet me Ukrainën. Britanezët janë ata të cilët kanë punuar në vazhdimsi dhe janë struktura që ja kryen punën realisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zakonisht amerikanët janë zhurma dhe puna është kryesisht tek britanezët. Janë një motrë, një vëlla, mund të themi ashtu, të cilët kanë koordinim të jashtëzakonshëm. Aspektet operative në vazhdimsi, jo vetëm Kosovë, po janë po edhe në Ukrainë, edhe në tjere janë kryer nga britanezët, të cilët kanë realisht një përvojë më të veçantë sa përket çështjeve operative dhe shtrirjes në mënyrë horizontale, dhe çështjet e mëdha, marrëveshjeve, ndikimi përmes pozicionit
pozicionimit fuqishmit apo superfuqis është bën nga Amerikanë. Thjesht është një sinkron dhe fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një angazhim të jashtëzakonshëm, sidomos e keni parë ditët e fundit me presidentin Trump me ato nënshkrimin triljard që me shtetet e lindjes mesme, e kanë angazhu Britaninë e Madhe më fuqishëm Ballkan, më fuqishëm Kosovë. Pra primatin po e marrin britanezët? Jam i sigurt që është i koordinuar dhe jam i sigurt që Britania e Madhe do të jetë ajo e cila dhe do të ndalim pikërisht në këtë çështje ta diskutoj të njëjtën me zotri Veliu. Zotri Veliu në fakt mbështetur në këtë që tha zotri Elezi, po e shtoi faktin se ishin edhe për banjskëm britanezët ata të cilët na paralajmëruan. Madje janë britanezët ata që përmendën në se cilën piku përmendet edhe veriu i Kosovës, pra veriu i Mitrovicës. Si e shikoni ju pjesëmarrjen e tyre aktive në këtë moment në stabilitetin e Ballkanit? Unë e shoh se një gjë shumë të mirë dhe shumë pozitive. E kemi bashkë biseduar kohë më parë dhe situatën në Banjske dhe të gjitha problematikat që rrjedhin nga aty dhe pikërisht ishte sigurimi shtetëror britanik në bashkëpunim me ata gjerman që zbuluan të gjithë aksionin dhe falë tyre e gjithë ajo kaloi me vetëm një viktim. Në këtë rast me oficerin e policisë tonë, pra zotin Hoti. Mirë po, sikur një gjë e tillë të mos ishte vëzhguar dhe mos ishte përcjellur dhe detaje nga britanikët, unë jam shumë dyshoj se në atë situatë do të kishte eskaluar dhe do të kishte cindra të vdekur, e ndoshta do të kishte edhe barikadim të tërë asaj pjese nga forcat kriminale serbe, të cilat ishin të barikatuar për rreth e përqar kishës nga ku edhe morën rrugën drejt Serbisë. Kjo gjë është shumë pozitive. Britanikët janë gjithmonë kanë qenë në krahun e Kosovës. Një gjë nuk duhet harruar se lufta e vitit 99 ishte fal presidentit Clinton që ishte në koordinim të plot me Blairin dhe bashkëpunimi i tyre e solli edhe intervenimin e NATO-s. Kosova ka pasur një bashkëpunim dhe të kahmotshëm me britanikët, gjë e cila duhet të vazhdoj, patjetër që do të vazhdoj, ndërsa pozicionimi i tyre tani në këtë çështje unë e shoh si një gjë shumë pozitive që i ka ndodhur dhe do t'i ndodhë Kosovës. E qartë, por zotri Veliu, ne kemi edhe një bashkëbisedim me të gjithë juve që po na shikoni pro live në këto momente, në anën e djathtë të ekranit tuaj është hapur një QR kod përmes të cilit ju bëni pjesë sondazhit që e kemi hapur, ku pyetja është se a duhet të anulojë vizita e Vučićit në Tiranë pas asaj në Moskë, dhe na intereson të dim nga këndvështrimi yt zotri Veliu, mendoni se u treguan të butë me Vučićin 46 liderë të tjerë të cilët e pritën në Tiranë? Unë mendoj se butësi ndaj Vučićit nuk është vetëm në këtë rast apo në këtë marrje. Në pozicionit të cilin marrim, ne i kuptuam pjesën pozitive që do ta kenë në raport me Kosovën, por realisht çfarë pozicioni do të marrin ata në raport me të përkthyelurin Vučić pas vizitës tij në Moskë, kjo mbetet pikpyetja më e madhe. Po është fakt që mbetet pikpyetja më e madhe, mirë po unë prap kam dyshime të mia se një gjë e tillë do të vazhdojë nga evropianët, sikur duket se nuk janë të prerë në vendimet e tyre dhe e lojnë punën të hecin ashtu si ka. Janë shumë të prerë Veliu tek sanksionet e ndaj Kosovës, aty janë të prerë. Jo, te sanksionet e Kosovës unë e thash edhe më herët se një gjë duhet ta kemi të qartë se aty pra vendosin të gjitha vendet dhe nëse njëra nga vendet është kundër sanksioneve, atëherë ato mbesin. Mësimi që duhet të nxjerrim këtu në fakt, Veliu, ne kemi një lider si Edi Rama, i cili në fakt për të katërtën herë e rrit votën brenda vendit të tij në maksimum. Pra, sikur në një botë normale, ta zëm kur një politikan është gjatë në politik, sikur e humb shkëlqimin rrugës. Ka qenë Edi Rama i cili në fakt për të katërtën herë me radhës merr udhëheqjen e Shqipërisë në kuptimin e qeverisë dhe madje ai vetëm del të jetë edhe më i fortë se ç'ishte. Ka shufishuar mandatet e partisë së tij. Ndërkohë në anën tjetër ne shohim një situatë ku Kosova është plotësisht e izoluar, më izoluar se kaq nuk mund ta quajmë. Natyrisht, Vjosa Osmani është atje, janë mediat shumë të interesuara për ta takuar dhe për ta intervistuar, që besoj janë edhe liderët evropian, por kështu nuk ndodhet me kryeministrin Kurti.
Po kjo gjë shumë e lehtë për ta zbërthyer dhe për ta bashkëbiseduar. Një gjë nuk duhet harrojmë se herën e parë Rama kur erdhi në pushtet për të bërë kryeministër i ndashur edhe votat e Lëvizjes Socialiste për integrim. Pa një koalicion me ta nuk do të arrinte dot të bëjë kryeministër. Ndërsa tani në mandatin e 4 thua se ka arritur i nevojitën vetëm edhe 2 mandate për të pasur shumicën absolute dhe për të marrur të gjitha vendimet me 84 deputet. Pra çka e bën këtë? Është shumë e thjeshtë për të ditur. Në kohën kur Rama erdhi në pushtet, kishin kaluar 2 vite që Shqipëri nuk e kishte vizituar asnjë zyrtar evropian, ndërsa tani Shqipëria është bërë kryeqendër e Evropës. Pra kjo tregon qartë se ku është Shqipëria. Duhet shkojmë të kalojmë edhe një gjë me që jam ndjekës edhe i sport, e ndjek shumë me shef futbollit. Në vitin 2013 Shqipëria për të luajtur ndeshjet për kualifikime është detyruar të shkojë dhe lojën vendase ta zhvilloj në Podgoricë, pasi që nuk ishte në renovim stadiumi Qemal Stafa, ndërsa periudha e Ramës ka bërë 4-5 stadiume me standarde të larta evropiane. Pra punë dhe asgjë tjetër. Pra puna është ajo, puna dhe ndershmëria ndaj votuesit e bën që Rama jo fitoi mandatin e 4, Rama është i sigurt edhe në mandatin e 5. Mirë, Beliu, faleminderit shumë natyrisht për të analizë që kemi bërë bashkë, me që kemi pasur një sondazh të hapur gjatë kohës sa kemi bashkë biseduar, i ta shohim bashkë rezultatin e njerëzve që natyrisht kanë votuar në YouTube, që kanë qenë shumë, për çka edhe ju jemi shumë mirënjohës. Pra, a do të duhej të anullojë vizita e Vučićit në Tiranë pas asaj në Moskë? Po, kanë qenë 85%, jo 15%, bashkë më interesant të di këtë 15%-shin, se çka kanë menduar se në fakt do t'ishte lajm i mirë, sikur Bashkimi Evropian e Lezit do ta kushtëzonte Vučićin që mos marr pjesë këtu. Unë kujtoj që po, ndoshta do të kuptoj në parë nga aspekti i vlerësimit qytetar, do t'i godiste Bashkimi Evropian, do t'a godiste Vučićin, por nga aspekti politik. Politika është arti smundshmës dhe duhet përdoren të gjitha mekanizmat. Tregon pa fuqin ndaj Moskës të Bashkimit Evropian mos goditja Vučićit. Unë kujtoj që Vučić do të goditet, jeni të sigurt. Do të goditet. Jam i bindur që është duke u përgatitur, mund të them një pako e cila do të i vendoset në tavolinë presidentës së Serbisë. Po si do të goditet Vučići? I ka protestat dhe i ka protestat dhe në të njëjtën kohë një përkrahje të madhe. A ka mundësi që Vučić të goditet fizikisht, pra të eliminohet? Jo, nuk e besoj që do të ketë mundësi të goditet fizikisht, por unë jam i sigurt që do të ketë veprime konkrete të SBA-s Sepse bazuar nga e kaluara, situatat, krizat e tilla gjithmonë janë shfrytzuar në 2 pika. E para është eliminimi i kriminalëve të vendeve të ndryshme, pra që bëjnë pjesa e mafjes së vendeve, dhe e dyta është për eliminimin e liderëve të ndryshëm. Pra, apo plotëson kushtet që të kemi krime të tilla në Serbi? Unë jam i bindur që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania po punojnë fuqishëm dhe shumë smart sa i përket çështjes së Vučić. Ta them veç një fakt. Largimi i kastës politike që ishin në qeveri me Vučićin, mos harroni se ka shndruar një ndarje mes Vučićit dhe grupeve të fuqishme mbrapa. Pikërisht këtu desha dal. Ju dini që një ish kryeministër bashkë me disa ministra janë larguar, çka ato janë shndruar tani më në mund të them në kundërshtar fuqishëm të tij, ajo ishte në fakt arsyeja që detyroi Vučićin shkoj dhe të E kuptojmë. Në bllokun 3 do të kemi një intervistë pikërisht për këtë çështje, por mbas edhe për mbrojtjen që u bëhet grupit terrorist të Banjskës në Serbi. Elizi, faleminderit shumë që ishe këtu. Vetëm një detaj të vogël është ata shkapos mos të harrojmë. Ishin pikërisht britanezët një siti Gurka, të cilët në vitin 1999 parë kishin zbarkuar. E kemi përmendur tash sa ditë dhe me të vërtetë duhet mirënjohje edhe më e madhe për gjithë meqtanë që kanë bërë këtë që kanë bërë për neve. Pra edhe një herë për fund ka qenë Osmani, presidentja Osmani, e cila u ka thënë në sy liderëve të Bashkimit Evropian se i keni hapur derën atyre që shkojnë te Putini dhe bllokoni Kosovën. Luzi Beliu, faleminderit shumë që ishe këtu gjithashtu. Okej. Zotëri Lezi, faleminderit se ishe me ne, është koha që të shkëputemi me pak marketing dhe rikthehemi me temën e dytë për ditën e sotme.